në rastet të dyshimta, ne menjëherë informohemi nga fermeri dhe vim në tuf, marrim materialin e domosdoshëm për ta dërguar në ISUF, si instituti i referencës që është i vetmi në Shqipëri, dhe pas analizës, në rast se rezulton pozitiv, kafshët azgjësohen dhe merren digjen komplet të procedurave ligjore që ka ligji shërbimit veterinar dhe mjekat që në gjë. Si mund ta kuptoj një fermer që një fermer e kupton shumë lehtë këtë sëmundje, për arsye sepse ne dhe kemi informuar, kemi dhënë dhe fletët informuese, e cila ka këto shenja: ka temperaturë, ka kollitje, ka lotim nga syt, ka diare, ka dhe kruse ose dregza në gjuhën popullore rreth gjingjivave të gojës, në gojë, në buzë e tjera. Por ajo që vërteton saktësisht që është kjo sëmundje apo jo, duke bërë diferencën me sëmundje të tjera si vija, dhenve, blutangu e tjera, të cilat realizohen tash në ISUF, kjo sëmundje shkakton rreth 90% të dëmtimit masiv të tufës. Prandaj, për këtë arsye që fermeri ka një humbje të madhe ekonomike, njëkohësisht edhe shteti ka humbje të madhe ekonomike, sepse kjo është jo vetëm pasuri e fermerit, por njëkohësisht është pasuri kombëtare. Dhe për këtë gjithë shteti, Ministria e Bujqësisë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë, Detyoritë Veterinare, trupa veterinare janë në këmbë për ta përballuar në mënyrën më të mirë të mundshme këtë situatë. Ne jemi një qark me risk, për arsye sepse distanca nga vatra që kemi në Dibër është rreth 30-40 km afër. Dhe prandaj duke qenë një qark me risk shumë të lartë, neve jemi shumë të përkushtuar që të bëjmë maksimumin për ta frenuar këtë, thashë nëpërmjet ndalimit të lëvizjeve nga fermë në fermë, në tregje, në panajire, në pika të tjera grumullimi, me përjashtim të kafshët të shëndetshme të kalojnë vetëm në thertor.